Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënim për motrat Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat janë akuzuar për dhunën e ushtruar ndaj blogeres Klea Prenga me 9 gusht të vitit kaluar në një lokal në Tiranë. Prokurori Ndini Tavani kërkoi që Mariela Berisha, e cila ndodhet aktualisht në masën e arrest në shtëpi, dënohet me 3 vite burg. Megjithatë, nëse ajo shpallet fajtori dhe përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi mund të zbresë në 2 vite. Për Antonela Berishën, prokurori kërkoi një dënim prej 3 vitesh shërbim prove, që gjithashtu mund të ulet në 2 vite nëse miratohet gjykimi i shkurtuar. Motrat Berisha u veturzua në policinë në tetor të vitit 2024 pas më shumë se 2 muajsh në kërkim. Ato akuzohen për kryerjen e veprës penale, plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Dyshimet janë se shkaku i dhunës ndaj Klea Prengës ishte një konflikt personal i nxituar nga dyshimet e Marielës se Klea kishte pasur një lidhje me bashkëshorten e saj për më shumë se 1 vit. Sipas ekspertizës mjekësore, Klea Prenga ka psuar plagë të shumta dhe të rënduara në fytyrë, të cilat janë të pariparueshme dhe do të lënë pasoja të përhershme. Në seancën e ardhshme në gjykat do të bëhet mbrojtja nga avokatët e të akuzuarës dhe fill pas kësaj pritet që gjykata të jap vendimin përfundimtar lidhur me kërkesën e prokurorisë për dënimin e motrave Berisha.